Pas Sajmir Tahirit, drejtimin e Ministrisë së Brendshme e mori Fatmir Xhafaj, i cili qëndroi në detyrë nga 23 marsi 2017 deri më 27 tetor 2018. Zoti Xhafa përfaqëson një nga socialistët aktiv, më me karrierë gjatë administrative dhe politike. Ai ka qenë sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, ministër drejtësie, kryetar komisionit ligje dhe supozohej që si ministër i brendshëm do sillte një frymë dhe një qasje krejt tre. Deri diku mandati i tij pati një defekt për shkak të qeverisë teknike u ndërprej për disa muaj, për shkak të një ministri që u emërua nga opozita dhe u rimor, duke krijuar edhe problematik në marrëdhënien e tij me publikun dhe me strukturën e policisë. Nismeti kryesor që ishte operacioni Forca e Ligjit, u konsiderua atë revolucion i madh. Në fakt rezultoi një fiasko madh. Në këtë periudhë, policia e shtetit vijoi të drejtohej nga Haki Çako dhe më pas nga Ardi Veliu, i cili u emërua në shkurt të 2018-s. Sigurisht problematikat që pati ai me protestat e shumta të opozitës dhe përdorimin për herë të parë të gazit lotësjellës dhe në masë kundrejt protestuesve e bëri ato një figurë të urryer tek opozita, tek liderët e opozitës dhe sigurisht sulmet nuk vënuan dhe nuk munguan kundrejt atij. Mandati i Xhafajt u shënua nga vijimi i operacioneve kundër krimit organizuar dhe bashkëpunimi me autoritetet italiane, por u trondi të rënd nga çështja e vëllait të tij, i dënuar për trafik droge në Itali. Mendoj që gabimi i tij dhe kostoja kryesore zoti Xhafa ishte lidhet me natyrën e tij politike. Ai ishte një figurë shumë e njohur politike dhe është figurë me përvojë, por deri diku në formimin e tij politik, ai nuk ka pranuar kurrë idenë që në shoqëri ekzistojë një palë tjetër politike që mendon ndryshe. Operacioni i famshëm i goditjes grupit Shiakut apo grupeve të Durrësit pa autorizimin e kryeministrisë e bëri që të ishte një ministër i cili më shumë merrte porosi nga ambasador sesa nga partia e tij dhe deklarata e famshme e Edi Ramës, ministri që i gjuan me gur shtëpisë së tij. Pra, fakti që ai arrestonte njerëz me porosi të ambasadorëve dhe jo me lejen e kryeministrit Rama. Fatmir Xhafa i përket shkollës së vjetër të Partisë Socialiste, një person i cili e njeh shtetin, e njeh ligjin dhe mendoj që fakti që ai kishte dhe një raport shumë të mirë me ndërkombëtarët, kryesisht me gjermanët dhe me amerikanët, u pasi një problematik shumë të madhe për kryeministrin Edi Rama, i cili nuk lejon që askush tjetër të ketë kontakte apo të ketë, si them, fjalë në vesh nga partnerët ndërkombëtar. Kjo u kthye në një betejë të fortë politike dhe në një krizë besimi për qeverinë, duke detyruar Xhafajin të jap dorëheqje në vjeshtën e vitit 2018. Fakti që kryeministri e ndërshkoi nuk lidhet me incidentin që ndodhi me vllain e tij, por lidhet më shumë me bezdin që i krijoi dhe koston politike që i solli. Në nëntor të 2018-s, Ministria e Brendshme u besua Sander Leshajt, i cili qëndroi me detyrë deri më 10 dhjetor 2020. Mendoj që në vijim të logjikës për zotin Xhafaj, zoti Rama kërkoi një ministër i cili të kishte një lloj afërmiteti me opozitën, të ishte i pranueshëm publik dhe krijonte një imazh ndryshe. Dhe zoti Leshaj ka qenë një nga gjeneralet e periudhës qeverisë djathtë, me përvojë gjatë drejtimin e ministrit e mbrojtjes. Dhe ushtaraku i dytë, por i pari me gradë lartë, por ushtaraku i dytë pas Bujanishanit, i cili merr drejtimin e Ministrisë së Brendshme. Në këtë